A jeni gati? Atëherë të nderuara media, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës. Unë kam nderin që në festën e Kurban Bajramit të jem këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës. Me këtë rast urova Miftiun Naim Tërnava, por edhe bashkëpunëtorët e tij për festën e Kurban Bajramit. Me këtë rast më lejoni që të shpreh urimet e mia edhe për gjithë besimtarët musliman, por po ashtu edhe për shqiptarët kudo që janë brenda Kosovës, por edhe jashtë saj për festën e Kurban Bajramit. Festa e Kurban Bajramit është festë e shenjtë e besimit islam, dhe kjo na kujton vlerat e sakrificës, solidaritetit, mirësisë, respektit e përkushtimit për vendin. Vlera këto të cilat duhet i mbajmë lartë e më lartë dhe rreth së cilave duhet të jemi të bashkuar edhe si institucione, edhe si qytetar, por edhe si shoqëri. Unë sot po ashtu falenderova Bashkësinë Islame të Kosovës, falenderova Miftiun Tërnava për rolin pozitiv që kanë pasur në vazhdimsi në shoqërinë tonë, për ndikimin pozitiv për të luftuar dukuri negative me cilat përballet shoqëria jonë, por gjithashtu edhe për ndihmën e qytetarëve në nevojë. Pra është pikërisht Bashkësia Islame e Kosovës përmes shoqatës Bereqeti, përmes bashkëpunëtorëve e partnerëve që kanë ndihmuar mira familje gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Faleminderit Mifti. Miftiu e dha sot edhe një mesazh dhe më njoftoi që ka pasur një ligjërat në të cilën ka kërkuar që gjuha e urrejtjes, sulmet, gjuha linquese të ndalohet sepse ajo nuk ka vend në shoqërinë tonë. Prandaj e falenderova edhe për këtë aspekt. Më lejoni që t'ju uroj edhe një herë të gjithëve, edhe juve mediave, sot për festën e Kurban Bajramit. Uroj më të mirat për qytetarët dhe për secilën familje. Faleminderit.